Qëndrojmë në temën e sportit, kalojmë nga futbolli te basketbolli vlonjat. Unë do ta filloja këtë diskutimin e sotëm edhe me Asjen, sepse Asja është viti i dytë që është në qytetin e Vlorës. Në këtë event kaq të rëndësishëm për basketbollin e vajzave në Shqipëri. Sa mirë që po flasim për basketbollin. Asja, është viti i dytë që je basketbolliste në Vlorë, në Flamurtari. E morën vesh atëherë. Sigurisht, në gjykimin tim ti je dashuruar me Vlorën që ke zgjedhur të rish edhe një vit më tepër apo jo? Gjatë gjykim paska. Të pëlqen qyteti apo jo? Po, do vdes për Vlorë. Do vdes. Do vdes. Vdes për Vlorën? Po, fare. Po, si e the? Po si e tha, çfarë do të thotë? Vdes. Deri aty ke shkuar që të vdes për qytetin e Po Vlorës. ky fjalë për fjalë e mori. Domethënë ke menduar që të rish gjatë, do rish shumë gjatë në qytet? Po, derisa të vdes. Ke arsye të fortë që do të rish? Mund të flasim që ke ndonjë njëjtje me ndonjë çun në Vlorë që do të rish gjatë apo si Po flisim për basketbollin. Jo. Vetëm për basketball dhe për... Pra përqendrohemi te basketbolli. Ti mund të lidhesh edhe me një çun mirë këtu apo jo? Vazhdon. Ky po e gjuar më duket, s'ka mundsi. Ose për të birin. Ndoshta. Bëja qef. Nuk e përjashton domethënë. Ndoshta. Pra që si qeshi buza ti. Pyet për një shok. Për vete paska vete.